Vuani nga fryrja e barkut, një gotë nga kjo pije është sekreti i shpëtimit. Keni her pas here fryrje barku, atëherë zbuloni pije të shijshme që do t'ju ndihmojnë të shpëtoni një herë mirë nga ky problem bezdisës. Majdanoz, fara kopri dhe limon. Gjithashtu mjalti pa përpunuar. Mund të përdorni këto 3 përbërës në një recetë ku mund t'i përgatisni si një çaj dhe ta pini atë çdo ditë ose çdo natë para se të flini. Tonik me xhenxhefil dhe kastravec. Kastraveci dhe nenexhiku janë 2 artikuj natyral shumë freskues dhe studimet kanë treguar se nenexhiku mundet të arrijë që të lehtësojë dhimbjen e sindromës së zorrës së irrituar, e cila është shkaktuar nga inflamacioni në traktin gastrointestinal. Kështu ju do të shpëtoni një herë mirë nga fryrja e barkut dhe gazrat në stomak, si edhe do të lehtësoni lëvizjen e zorrëve tuaja.